Një aksident i rënd në një kantier ndërtimi në Vjenë ka marrë jetën e 4 punëtorëve, duke shkaktuar tronditë të thellë në komunitetin shqiptar në Austri dhe më gjerë. Ngjarja ndodhi të martën më 17 mars në zonën e Alsegrundit, ku po kryeshin punime për rikonstruksionin e një ndërtese të vjetër. Sipas të dhënave paraprake nga autoritetet, tragjedia ndodhi në momentin kur një pjesë e skelave dhe strukturave mbajtëse u shem papritur gjatë punimeve të betonimit. Përpasoj punëtorët ranë nga një lartësi e konsiderueshme në oborin e ndërtesës, duke humbur jetën në vend. Një tjetër punëtor mbeti plagosur dhe u transportua menjëherë në spital ku po merr trajtim mjekësor. Policia në Vjenë konfirmoi se 3 nga viktimat janë shtetas të Kosovës, ndërsa identiteti i viktimës së 4 nuk është bërë ende publik. Ngjarja ka nxitur reagime të menjëhershme nga institucionet dhe figurat politike. Ambasada e Kosovës në Vjenë ka shprehur ngushëllimet për familjet e viktimave dhe ka bërë të ditur se është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet austriake për të ndjekur zhvillimet. Kryeministri Albin Kurti reagoi përmes një mesazhi publik, duke shprehur dhimbjen për humbjen e jetëve dhe duke ofruar mbështetje për familjarët në këtë moment të vështirë. Reagime pati edhe nga figura të tjera politike në Kosovë, si kryetari i Partisë Demokratike Bedri Hamza dhe deputeti Enver Hoxhaj. Reagime kanë ardhur edhe nga përfaqësues të tjerë politik në Kosovë, të cilët kanë kërkuar sqarim të plotë të rrethanave të aksidentit dhe rritje të kujdesit për sigurinë e punëtorëve jashtvendit. Kjo tragjedi e rëndë rikthen në vëmendje sfidat dhe rreziqet me të cilat përballen përdit punëtorët në sektorin e ndërtimit, sidomos emigrantët të cilët detyrohen të punojnë në kushte të vështira. Ajo ngrej gjithashtu edhe pikpyetje mbi sigurinë në kantiere, në mënyrë që ngjarje të tilla mos të përsëriten më në të ardhmen.